Tragedia e dytë brenda pak orësh rrëzohet avioni në Illinois, desin pasagjerët. Tjetër tragjedi. 4 persona kanë humbur jetën mëngjesin e dieshëm pasi një avion i vogël u rrëzua në Illinois, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Avioni nisur nga qyteti Menomonie, Wisconsin, dhe u rrëzua rreth orës 10:15. Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit NTSB mori përsipër hetimin për shkaqe të aksidentit, duke e identifikuar avionin si model Cessna C180G. Pas aksidentit, rrugët në zonën mbyllën dhe guvernatori i shtetit u bëri thirrje qytetarëve të ndiqnin udhëzimet e autoriteteve. Tragjedia në Illinois e erdhi vetëm një ditë pas një tjetër përplasje avioni kur një aeroplan u rrëzua në një lum Nebraska të premten mbrëma, duke vrarë 3 persona në bord. Brenda të njëjtit muaj, një aeroplan privat u rrëzua në New York, ndërsa po përpiqej të ulej pa të mbijetuar. Më herët, 3 persona humbën jetën në një aksident avioni në zonën e Boca Raton të Floridës.